që premtimi i Krishtit është i vërtet. Sa hape mbyll syt, thot Bibla. Ne do të merremi dhe në këtë sekond të marrjes apo të rrëmbimit të kishës, do të ndodhë dhe transformimi i trupit ton të vdekshëm që do të vesh pa vdeksin. Krishterimi nuk është filozofi morale, po është premtim shtëpie. Ngjitja shpjegon pse toka nuk është shtëpia jonë përfundimtare. Dishepujt pan Krishtin, duke u ngritur lart dhe pa pritur gjithçka në tokë, bëhet më e vogël. Humbet kuptimin, sepse kur ti sheh lavdinë e qiellit, bota humbet magjinë e saj. Problemi ynë sot është se shumë njerëz jetojnë sikur toka ishte e përjetshme dhe gjithçka tjetër e përkohshme. Prandaj kapemi pas paras, pushtetit, famës, sensualitetit, konsumit, rrjeteve sociale, miratimit dhe duartrokitjeve të njerëzve. Por ngjitja e Krishtit në qiell na kujton që jeta, miqtë e mi, nuk përfundon këtu. Ne jemi shtegëtarë në udhtim. Qytetaria jonë, thot Pali kur i shkruan Filipianëve, është në qiell. Nga prej presim dhe Krishtin të vijë. Martin Luteri thoshte Krishti u ngjit në qiell jo për t'u larguar prej nesh, po për të qenë më pranë nesh. Sa paradoksale, fizikisht ai u largua, por shpirtërisht ai bëhet më i afërt se sa kurrë. Si? Nëpërmjet frymës së shenjtë. Me kishën. Krishti është çdo ditë, çdo orë, çdo moment, çdo kohë, sepse ka derdhur në ne frymën e shenjtë.